për të cilin duhet me pas kujdes. Ajo është me lyp mbrojtje prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Mbrojtja prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an qartë në ka treguar. Nëse e sheh se ki ngacmitje prej shejtanit, ima yanzaghannaka mina shaytani nazgun fasta'idh billah. Nëse e sheh se shejtani përpiqet me shtin punë të këqija, fasta'idh billah. Kërko mbrojtje prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Kërko mbrojtje se Allahu subhanahu wa ta'ala ndëgjon dhe sheh. E për atë, nëse njeriu e kupton se shejtani është të e gacmu, në të thoje a'udhu billahi minash shaitanir rajim, me sinqeritet, në dije me siguri do të largohen. Mirë po, nëse personi nuk e ka drejtu besimin e vetë, dhe zemrën e ti e ka mush me shubuhat, me dyshime, në ta dije se shumë pak do të ketë ndikim. Pse? Sepse zemra e cilja është e mushur me këto gjana që janë të kota, dije se shumë pak ndikon. Besimtari i vërtet, kur thuje a'udhu billahi minash shaitanir rajim, njëherë shejtani largohet prej tij. Largohet. Nuk mundet asen mi ba. Mirë po ai cili është i dopt në këtë rast, unë i porosis ati. Thuj 100 herë. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ndoshta prej 100 herëve Allahu subhanahu wa ta'ala e largon shejtanin prej teje. Edhe këtë e tham pi praktikës, se shumë në rasteve ku ju kam thonën, ja u kam porosit krejve, se kam thonë kemi ngacmime, kemi probleme, çrregullime. Kam thonë thuj mas sabahit, mas që e ban dhikrin a'udhu billahi minash shaitanir rajim 100 herë, edhe thuj në mbrambje 100 herë, pasha Allahin, thët, më vjen personi thët, wallahi kur e kam thonë thët, diçka është largu prej meje. Personi tjetër më ka thonë, wallahi, thët, kur e kam thonë që këtë 100 herë, thët, më liroj thët dhimbjet, më shlun. Kjo është argument. Nëse me një herë nuk bën dobi, përsërit e ma shumë, dije se Allahu subhanahu wa ta'ala është ai cili ndëgjon dhe përgjigjet. Nëse imani e ki dopt, dije përsërit e ma shumë herë. Do shtë Allahu subhanahu wa ta'ala e shnon rahmetin në atë personin i cili është i prekur për këtin veçanën.